Është një tregim që vërtet ndoshta nuk është sahih, nuk është nuk është tregim islam tamam, por që e kam dëgjuar dhe që vërtet ka një mesazh të fortë. Një besimtar po e nreq një vakëf, një çeshme. Edhe në çeshme po e shënon aty, lejohet të pihet ujë nga të gjithë përveç muslimanëve. Dhe çështja shkoi deri te i pari i vendit. U ankun muslimanët. Ishin shumicë. Dhe thirrje i pari i vendit atë besimtar dhe i tha, mirë ke në çeshme, vakëf, po pse e ke shkruajt këto? Tha, nëse mi plotësosh 3 kërkesa, tha, do ta kuptosh përgjigjen më njëherë. Tha, urdhno. Tha, në ditën e shtunë, kur rabini jahudi është duke mbajt ligjërat në sinagogën e tij, çoj ushtarët ta le ta arrestojnë. I çoj ushtarët, unë çun jahudit kënë të kallë shtetin, kënë të kallë çdo sen. Tha, ditën e diell, tha, e dyta kërkesë, duke ligjëru, tha, prifti në kishën e tij, shko arrestoje. Dhe shkoj me arrestue, unë çun të krishterët duke mbrojt priftin e tyne, sa nuk derdhën edhe gjak. Tha, ditën e premte, hoxha në hutbë tha, çoj ushtarët e arrestove. I çoj ushtarët, Allah pas zbrit hoxha për hutbes, xhamati, ka bo këtë diçka. E dimna, se pa çato se marrin pa lidhje. Ky ka bo diçka, ky ka diçka. Po kam përshtypjen se në ç't gjendje kemi ardhur vëllezër musliman. Po kam përshtypjen që në ç't gjendje kemi ardhur na. Po kam përshtypjen për çata po shana na, për çata po sulmohemi na, se nuk jemi me unitet, nuk jemi të bashkuar. Qysh i kanë thonë, ja Rasulullah, a nuk do të jemi shumë na? Jo, tha, shumë do të jeni në numër. Po cilësia juaj ka me qenë e dobët. Cilësia juaj si shkuma adetit, që s'vyn për kur gja hiq. E po kam përshtypjen që vërtet cilësia muslimanëve ka rënë në çat nivel vëllezër të nderuar, Allahu na rujt.